Epoka e përfitimeve dhe pasurimeve në kurriz të shtetit po perëndon, por keqpërdoruesit do të ketë ballafaqim me ligjin. Me këto fjalë të mëdha, në korrik të vitit 2024, Ministri i Punëve të Brendshme Xhelas Veçlia njoftonte për mbylljen e 5 pumpave ilegale në veri, duke deklaruar se po goditej krimi dhe po dëshmuej që sundimi i ligjit është kudo i mundshëm. Por sot ajo që pushteti e shiti si triumf të sovranitetit po rezulton një plus sapuni dhe dështimi institucional. Për të marrë në shfrytëzim këto pika strategjike, kompania Veda 3 NTP u shpall fituese, duke thyer çdo rekord me ofertat më të larta në treg. Plot 7.111 euro për pikën në Mitrovicën e Veriut, 5.111 euro për atë në Zubin Potok dhe 3.114 euro për pikën e Leposavić. Shuma marramense që u duar trokitën nga shteti, por që shumë shpejt u kthyen në një dëm të madh financiar. Flasim për një brend të njohur karburantesh. Rjeti Veda ka një shtrirje teje të gjerë në të gjithë Kosovën, si biznes familjar i ndarë në disa dege pronar të ndryshëm. Por pavarësisht këtij rjeti të fuqishëm, kompania që premtoi 10 mijëra euro qira, sot është shndruar në një burzhlie të madhe në veri. Nga përgjigje zyrtare që AKP-ja i ka kthyer gazetës Insideri, konfirmohet se kontrata për pikën e Leposavić është shkëpfutur përfundimisht. Aja ka përfunduar me 31 maj 2026 dhe nuk është vazhduar për mospagesë të qiras. E njëjta histori po përsëritet edhe në Zubin Potok, ku kontrata është në procedurë të ndërprerjes, ndërsa AKP ka nisur ekzekutimin e garancive financiare për t'ia nxjerrë borxhin kompanisë. Skandali thellohet edhe më tej. Pronari i kompanisë Veda 3, Zymer Miftari, nuk ka dhënë asnjë përgjigje lidhur me borxhet e konfirmuara nga AKP-ja, përkundër që është telefonuar dhe janë përcjellë pyetjet në email adresë. Ndërkohë, një deg tjetër e këtij biznesi familjar është goditur rënd nga drejtësia. Dashnim Miftari, pronari i Veda 2 Petrol, ka përfunduar në pranga, ndërsa gjykata themelore në Prishtinë tashmë i ka caktuar masën e paraburgimit prej 1 muaji. Në dosjen e prokurorisë, të cilën e ka parë Insideri, ai dyshohet se është pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që organizonte kontrabandë masive me naftë nga Porto Romano, duke kamufluar atë me ujë brenda cisternave të modifikuara për të shmangur kontrolleve doganore. Kjo është pamja reale e sovranitetit në veri. Pompat ju dhanë me qira ofertuesit më të shtrenjtë që sot i mbetet borxh shtetit, ndërsa krerët e këtij biznesi familjar përfundojnë në pranga për kontrabandë me naftë.